Shikues të dashur, tash po shënon ora 8:09 minuta dhe do të rikthehemi, jemi bashkë me rubrikën Mjeku në studio, ku do të flasim për shëndetin e zorëve. Në fakt do të fillojmë me shëndetin e zorëve, ushqimin që duhet konsumojmë, diaren duke kaluar deri te caps lock-u. Në fakt çfarë kujdesi duhet pasur edhe cilat janë shenjat apo sinjalet që po na jap zorët apo funksionojnë mirë apo jo, do ta diskutojmë me doktorin që e kemi në studio, gastroenterohepatolog, Doktor Zaim Gashi. Mirë më gjesi, mirë se na keni ardhur, doktor. Mirë më gjesi, mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesë. Është kënaqësi që ju kemi këtu, po nguteve fol për shkak që do ta kemi edhe numrin në ekran. Besoj edhe shikuesit nëse kanë probleme apo ndonjë shqetësim edhe mund të dërgojnë pyetje në numrin në Viber apo edhe të bëjnë telefonata dhe me doktorin do të mundohemi që të japim përgjigje. Doktor, flasim pak në përgjithësi për zorët edhe sa është e rëndësishme që të funksionojë mirë në mënyrë që ndoshta edhe pse thonë që zorët janë truri i dytë i njeriut apo jo, besoj që kjo do të ketë rëndësi pastaj edhe tek ana e disponimit të ana psiqike dhe gjithçka çdo funksion organizëm. Është e vërtet, pajtohemi ju plotësisht se zorët janë truri i dytë i organizmit dhe mbar funksionimi, mirë funksionimi i zorëve ndikon edhe në mirëqenien edhe të trurit edhe të organet, të gjitha organet tjera. Pra zorët funksionojnë në kuadër të sistemeve të organeve të organizmit, ku secili organ ka punën e vet, prandaj edhe të zorët e kemi e kemi atë kaskadën e funksioneve, si që është për shembull motiliteti, gjithsesi lëvishmëria e zorëve, absorbimi dhe sekrecioni. Pa u kry këto procese si duhet, nuk mund të kryhet marrja ushqimit, djegja tyre, shpërbërja tyre, për arsye se në formën e përbërë, ato nuk mund të absorbohen në zorë. Nuk mund të absorbohen, prandaj është domosdoshme ku do të kemi edhe më vonë edhe çrregullime të ndryshme, ku në mungesë për shembull të disa enzime ose për shkak të çrregullimit të florës së krejt nuk do të kemi tretje si duhet, prandaj edhe do të vjen të çrregullime të ndryshme. Cilat janë ushqimet që ja vlen edhe duhet i konsumojmë, qoftë ato edhe në baza ditore, që të kemi një zorë që funksionon mirë? Po zakonisht është kështu si rregull pra në gastroenterologji që disa ushqime të tilla, për shembull si ushqimet të spicy food, domethënë ushqimet e djegsta, pastaj uthulla, turshit, gjitha këto janë gjëra, pastaj konsumimi i kafes, konsumimi i alkoolit, marrja barna të ndryshme krejt. Të gjitha këto janë gjëra dhe shumë të tjera të cilat mund të ndikojnë në keq tretjen dhe keq absorbimin e substancave të ndryshme në zorë. Andaj këto duhet t'i eliminojmë, ose të paktën duhet të eliminojmë, ndërkaq në anën tjetër shpeshherë kemi pyetje edhe pacientëve, po cilat të gjitha tjerat. Domethënë janë ushqime të cilat nuk do të kishte qenë mirë të jenë shumë të yndyrshme. Normal organizmi ka nevojë edhe për proteina, edhe për karbohidrate, edhe për yndyrna, prandaj duhet të kemi kujdes që mos ta teprojmë në disa gjëra, posaçërisht në aspektet e yndyrës së lartë, pra në organizëm që pastaj kemi një pjatë balancuar. Mund të po. Doktor, cilat janë smundjet më të shpeshta që ju drejtohen edhe çka nëse nuk i marrim për bazë, nuk i trajtojmë me kohë të duhur edhe smundjet më të shpeshta në fakt lidhen edhe me shkaktarët e tyre etiologjik. Domethënë ata që kanë prunë deri te ato smundjet e cilat mund të jenë të shpeshta. Së pari për shikuesit tanë të sqaroj terminin se çka është diarea. Diarea domethënë paraqet një eliminim të përmbajtjes së zorëve mbi 200 gram në ditë, shpeshherë thuhet edhe mbi 300 gram në ditë dhe atë në 3 e më tepër herë brenda ditës, dhe kur përmbajtja është me konsistencë të butë, pra është përmbajtje ujore. Dhe varësisht tash se sa zgjat, atë mund t'i klasifikojmë në diare akute dhe në diare kronike. Diaret akute të cilës zgjasin maksimumi deri në 2 javë, edhe mundet edhe deri në 3 javë, ato janë zakonisht domen i infektologut dhe ata mirën me këtë patologji. Ndërkaq ato që zgjasin më tepër se 3 javë, sidomos 1 muaj, atë mirën në domenin e gastroenterologut.
Barksitjet si shkaktar kanë shkaktar të ndryshëm, në radhë e parë janë viruset të ndryshëm, si që është rotavirusi, adenovirusi, virus të ndryshëm. Pra shpeshher ne mund të shohim për shembull një pasqyrë klinike tipike për një ftofje, për një flamë, për një grip, e cila shoqërohet edhe me barksitje që në shumë të raste ka origjinën e vet virale. Pastaj mund të kemi edhe bakterit të ndryshme, pra që mund të jenë shkaktar pra të këtyre infekcione, gjithsesi të inflamacioneve në zor, duke mos përjashtu edhe natyrat e tjera të shumta, siç janë sëmundjet inflamatore kronike, e ku në radhë e parë përfshihen morbus Crohni edhe koliti ulqeroz, por pa përjashtuar edhe disa varianta të cilat janë më të rralla, por që mund të bëjnë probleme ndoshta për një kohë më të shkurt, siç janë tipet e kolitit limfocitar, kolagenoz e tjera, të cilët mund të shkaktojnë për disa muaj pra barksitje, por që është domosdoshme edhe diagnostifikimi i tyre. Një rëndësi shumë të madhe ka marrja e antibiotikëve. Marrja antibiotikëve, pasi që ne kemi raste të shpeshta në praktikën tonë mjekësore që pas marrjes së antibiotikëve pacientët fitojnë numër të shtuar të barksitjes, besoni disa herë edhe për masat e gjakut të freskët në jashtësitje. Këtu zakonisht lidhet një bakteri, kështu siç e dini, dhe dihet në përgjithësi në gastroenterologji se flora normale e zorëve në këtë rast spostohet dhe vjen deri te një florë patologjike nga një bakteri që quhet Clostridium difficile, dhe na zakonisht i kërkojmë ato toksinat A dhe B në diagnostikën e kësaj sëmundje dhe në trajtimin e saj. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes në marrjen e antibiotikëve, të cilët pastaj mund të pasojnë me këto. Duhet i dimë edhe kategoritë, për shembull, nëse pacienti është me kolit ulqeroz, është me sëmundjen e Crohnit, janë shumë problematike marrja e antibiotikëve, prandaj pa një konsultë gastroenterologut nuk do të ishte mirë që të konsumojë, pasi që mund të shkaktojë relaps, gjithsesi përkeqësim të gjendjes së sëmundjes. Kemi edhe sëmundje të ndryshme të cilët shkojnë në kuadër të shëquajturve tumor neuroendokrin dhe të cilët shpërndahen që nga lukthi, nga pankrasi, nga zorra holl dhe të cilët ndikojnë në hipersekrecion, por në përgjithësi mekanizmat janë se kemi diare osmotike, pastaj kemi diare sekretore, diare për shkak të çrregullimit të motilitetit dhe diare për shkak të kombinimit të këtyre elementeve që i cekëm më herët. Gjithashtu edhe një çrregullim për shembull i hormonal, siç është për shembull hipertireoza, e cila ndikon në hormonet e 3-4 në shtimin e motilitetit të zorëve dhe ku në mënyrë konsekutive pastaj vjen deri te diarea. Nuk duhet të harrojmë edhe gjendjet e intolerancës ushqimore, pra në ushqimet e ndryshme ku përpasoj kemi intolerancë, nuk kemi tretje si duhet, për shembull kemi edhe intolerancë në laktozë, ku bëhet fjalë për mungesën e një enzimi që quhet laktazë, dhe e cila zbërthen laktozën në zorë, dhe çfarëdo ushqimi që merret që ka përmbajtje të laktozës, ai do të shkaktojë çrregullime, madje edhe barksitje. Pra, ky do të ishte spektri, ka edhe sëmundje tjera të shumta pra që hyjnë në kuadër të barksitje, por këto do të ishin pak më të shpeshta. Doktor, me qëse përmendëm edhe intolerancën ushqimore, sepse vetë se kanë fillu me ardhë disa pyetje, thot përshëndetje, fëmia im ka diare, a mund të jetë intolerant në ushqim, laktoza apo gluten? Edhe a dallojnë këto? Duhet të ekzaminojnë pasqyra klinike është pothuajse e njëjtë, po duhet të llojohen përmes ekzaminimeve laboratorike që i ceka më herët, pra duhet të bëhet një intolerancë në ushqim, duhet të bëhet një intolerancë në laktozë për të përcaktuar, sepse nëse ka një të ndjeshmëri në një ushqim të caktuar, atë normal që duhet të heqet nga menyja e ushqimit, domethënë ai lloj caktuar i ushqimit. Nëse ka intolerancë në laktozë, e tham se nuk zbërthehet si duhet, prandaj edhe vjen deri te barksitja. Çka rekomandoni, cili është forma më e mirë e këtij testi intolerancës ushqimore, sepse nëse nuk gabohem bëhet me gjak apo me bëhet, domethënë përcaktohet tipi i intolerancës, ku i kemi zakonisht ose është jo intolerant, ose është intolerancë pjesërishme, domethënë e tipit CT,
ose është intolerancë tërësishme e tipit CC. Çka nënkupton kjo e pjesërishme? Vetëm nëse ka ndonjë infekcion në zor, atëherë mund të shpërfaqet, domethënë, problemi i intolerancës në laktozë. Në momentin që zorët janë të qeta, nuk ka inflamacion, konsumimi i laktozës, domethënë i qumshit dhe i produkteve të qumshit është domethënë në rregull dhe nuk ka intolerancë. Por të tipit CC, kur kemi intolerancën e plot, atëherë ai person duhet për jetë ta ndalë laktozën. Dhe të zëvendësoj. Po, dhe të zëvendësoj me ushqimet e tjera. Por në disa raste mundet edhe me konsumu. Kur? Ka për shembull sot në treg keni lloje të ndryshme të qumshtit, të cilët janë pa laktozë. Tash besojmë dhe urojmë që të jetë ashtu, pa laktozë, mirë. Në anën tjetër, ekzistojnë edhe tabletat ndryshme, të cilat mund të blehen edhe domethënë në barnatore të ndryshme, të tipit të laktazës, të cilat janë të 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 apo tjetër njësi internacionale. Mjafton një tablet ose 2 para ushqimit dhe ti mundesh me konsumu sa të dush. Po vazhdoj edhe me pyetje të tjera. A shkaktojnë çdo herë qumshte ose intoleranca në ushqim vetëm diari, sepse kemi edhe një pyetje tjetër thotë tash kundërta se arpi qumsht kanë probleme me fryrjen e barkut. Po, duhet pas parasysh se qumshti nuk e ka vetëm laktozën. Prandaj, në shumicën e rasteve, na gjithmonë koncentrohem te laktoza, mirë po qumshti përmban edhe proteinat të ndryshme, siç është kazeina dhe proteinat e tjera, të cilët mund të shkaktojnë tendjeshmëri. Prandaj po them, është i domosdoshëm ekzaminimi që të zbulohet se në cilin faktor, në cilin seri është tendjeshmëria në mënyrë që të ruhemi nga ato ushqime. Thot përshëndetje për doktorin, pse kanë fryrje të shpeshta në bark? E tash fryrja në bark, sikurse që edhe etiologjia e barkëqitjes është shumë feshtë. Domethënë nuk është një smundje që e shkakton, prandaj edhe duhet të ekzaminohet prej smundjeve të tipit funksional, prej smundjeve të tipit inflamator, pastaj prej smundjeve të tjera pra që vijnë qoftë edhe të tipit, domethënë që janë me karakter më serioz, tumorit apo diçka tjetër, mund të shkaktojë domethënë fryrjen e barkut. Prandaj është i domosdoshëm ekzaminimi edhe laboratorik edhe imazherik, e që këtu përfshihen kur bëhet fjalë për barkëqitje. Atëherë na zakonisht prej pjesës së sipërme, hajde ezofagun pelojmë, po prej luktit deri te zorra trash, faktorët janë të ndryshëm që mund të shkaktojnë, domethënë barkëqitje, prandaj na duhet të bëjmë ekzaminimin gjithsesi endoskopinë sipërme, duhet të bëjmë edhe endoskopinë poshtme, gastroskopinë dhe kolonoskopinë, edhe në këtë mënyrë për shembull hyjmë në pjesën e sipërme dhe te zorra domosgjeshtore, e gjejmë që zorra domosgjeshtore është që i thojmë në mjekësi edematoze, pra është e ajër, edhe është në atë pamjen, në atë formën e kaldermit, që ekzistojnë dikun një 10 marker endoskopik, të cilët e shpërfaqin këtë pamje endoskopike të celiakisë, edhe kjo është një prej faktorëve të cilët domethënë kur kemi të bëjmë te ndjeshmërinë gluten si një prej faktorëve që mund të shkaktojë, po në raste jo ashtu të shpeshta, sikur që kemi te këta faktorë tjerë që i përmendëm, merret biopsia sipas një protokolli të caktuar, vendoset diagnoza, në anën tjetër kemi testet laboratorike, transglutaminozat, antigliadinet, EMA edhe analiza tjera, edhe klinikën e kemi, anamnezën e kemi, është që këto 3 elemente e bojnë të mundshme diagnozën e smundjes. Prandaj po them, çdo fillimisht nuk ka trajtim më të mirë se sa trajtimi etiologjik. Çka nënkupton se na duhet të dimë se çka është i shkaktuar çat fryrje, çat barkëqitje, çat konstipacion për me mujtë edhe me vepru. Doktore, kemi edhe një tjetër, thot përshëndetje nga Gjermania, Djalem han shumë qipsa dhe ka probleme me jashtëqitje. Po ka probleme me jashtëqitje për arsye se patatet, sidomos në formën e skuqur, nuk janë të mira për sistemin digestiv. Një patate që është e zier, është e mirë, hiq ato që për shembull në moshën mbi moshën 60 vjeçare patatja nuk është fort e preferuar për shkak të përmbajtjes, sidomos patatet e kuqe, përmbajtjes sasitë të mëdha sheqeri dhe kanë një predisponim që kanë indeksin glikemik të lartë, mirë po patatet e skuqura asesi. Një, edhe dyta, nuk duhet të harrojmë se në ata qipsa zakonisht blehen që kanë edhe melmesa të ndryshme, kanë edhe spec, kanë madje edhe spec djeks apo kutadionet, të cilët nuk janë fare të mira dhe bën një ngacmim
të zorëve, prandaj ato janë gjana ushqimore të cilat nuk është menyja normale që të konsumohen për shembull. Mund të ndonjëherë rrallë, po jo shpesh. Është dhe një tjetër, thotë, si të kujdesemi për zorët e fëmijëve, çfarë ushqime me konsumu në mënyrë që ata të mos kalojnë në kapslëk, dhe sa është e rëndësishme rutina e banjës, se më duket që në kopsht pak hezitojnë ose nuk guxojnë me shku. Në kopsht? Po. Po. Shiqa, është shumë më rëndësi ushqimi, domethënë ushqimi tradicional, ushqimi që duhet përdoret, t'ju ikim për shembull ato që sapo i përmendëm, domethënë këtu, pastaj t'ju ikim edhe pijeve të cilat përmbajnë edhe gazdra, Coca-Cola, mirë, për fëmijët vegjël kafe nuk vjen shprehur, po duhet të dimë se një kafe, pastaj 2-3 më tepër sa njerëz të mund të shkaktojnë edhe barkëqitje, pra më tepër ka afinitet për barkëqitje se sa. Prandaj duhet bëhet një balancim sa i përket ushqimit, ndërkaq e shoh që shumë pyetje janë nga sfera e gastroenterologjisë pediatrike, prandaj këto pyetje edhe këto gjëna më tepër janë të orientuar ka gastroenterologu pediatër. Kështu që e kanë edhe atë meny, normal duhet të jetë edhe proteinike, edhe me karbohidrate, edhe me lipide, për arsye se është një organizëm në rritje, pastaj duhet i kushtojmë rëndësi të madhe edhe statusit hematologjik, domethënë gjëna ushqimore në të cilat ka edhe hekur, ka edhe vitamin B12, acid folik, zink, selen, e vitaminat të ndryshme të cilat e mundsojnë rritjen e organizmit. Thot një tjetër përshëndetje për doktorin, a ndikon djeg si keq për zorët, unë e përdorin në çdo ushqim për shkak se më ndihmon në tritje? Shiqa, djeg shtu është pak problemi që deri në një shkallë mund tolerohet, por pastaj djegshtit nuk është i mirë për traktin digestiv se mund të shkaktojë një hiperaciditet. Me siguri ai person tani duhet përdorë edhe omeprazol ose pantoprazol kohë pas kohe, pastaj mund fitoj dihet që pak a shumë djegshtit mund të shkaktoj edhe një rritje të motilitetit të zorrë dhe mund të çojë edhe ka një barkëqitje. Prandaj te këta persona unë them shpesh që aty ku ti ke ndjeshmëri të madhe, ato duhesh me nal krejt. Aty ku ke ndjeshmëri të vogël, mundesh po shumë rrallë me përdor. Prandaj është në pyetje a do ta përdor për çdo ditë, do bëhesh ngarkesë pak më të madhe apo rrallë, për shembull një herë në javë, një herë në 2 javë. Doktore, kemi një tjetër, thot mirëmëngjesin, një pyetje për doktorin, a mund të kemi buba dhe mosha të rritura? Unë jam 32 vjeç dhe kam do ndjesitë sikur djegësim në stomak. Mund të ketë buba, tash ato janë dy patologji, mund të ketë buba për arsye se kur jeton në një familje ku fëmijët janë të infektuar me parazit, siç dihet ajo është smundje infektive, siç dihet se fëmijët vetë nëse e lajmë jashtë një përkujdesje, ata nuk janë ndoshta qaq kujdesshëm për mi pastru duart, para ushqimit edhe pas jashtëqitjes, edhe gjatë lojës me fëmijë, për shembull ato vezë të cilët ekzistojnë në duart e tyre gjatë lojës me ta, domethënë bartën edhe në dur, prandaj pse ja, parazit mund të ekzistojnë edhe të rriturit. Prandaj në të raste nuk bëhet trajtimi vetëm të rriturit, po duhet të shihet mundësisht burimi. Burimi zakonisht është e fëmijët, të cilët domethënë këtë aspektin e higjienës, nëse ja u lajmë dorën e tyre, ndoshta nuk e kryjnë deri në fund. Simptomat, për shembull, doktor, në këto raste kur flasim për bubat, po shprehje kështu popullore, po për parazitët, janë vetëm fryrje, ka kruarje, ka dhe simptomat të tjera? Mundet me pas, shiqam, varësisht edhe prej penetrimit, prej depërtimit, se ka dhe parazitë që bëjnë probleme edhe në organet e tjera, pastaj ka parazit që përveç frymës, ato simptome zakonisht mas ushqimit, janë pas ushqimit, pasi që në atë fazë ata janë më aktiv, mirë po mund të kemi edhe probleme sistemike. Për shembull, ka raste kur kanë reakcion alergjik në trup, dhe pacientët bëjnë egzaminime të ndryshme, alergjike, krejt ato, mirë po për shembull, nëse i bie mjeku të ndërmend që duhet ta kryejë edhe një feces në parazit në amebe, atëherë ekziston mundësia që është zgjedhur problemi. Përveç helikobakterit e gjëra të ndryshme që duhet të
kryer. Prandaj në këtë rast, identifikimi është shumë më rëndësi për arsye se janë të mundshme edhe reakcione alergjike të cilët shpesh herë janë të patrajtueshme, domethënë trajtohen, por nuk kanë ndonjë sukses nga ana e mjekëve të përgjithshëm, nga ana dermatologëve, përderisa nuk i kemi kërkuar edhe fecesin parazitën e amebe, po edhe analiza tjera përcjellëse. Doktore, kemi një telefonat, e marrim pastaj vazhdojmë me pyetjet e tjera. Alo, mirëmëngjes, cila është pyetja për doktorin? Mirëmëngjes. Pyetja është, para 2 ditësh e kam bërë biopsin, e kam bërë kolonoskopin, mirë po mjeku pa më pyetur mua e ka marr material. E ka bërë biopsin. Dje edhe sot kam patur dhimbje në këmbën e djathtë, edhe te kjo pjesa e vithës së djathtë. A është kjo se doktori e ka marrë materialin biopsik, apo pse ndodh kjo? Edhe a lejohet që të bëhet biopsia pa e pyet pacientin? Kështu, Zoj, jo mas pari kur e bëni gastroskopin e nënshkruni një material në cilën ju i pranoni procedurën endoskopike dhe i pranoni të gjitha procedurat brenda endoskopike të cilët janë të parapame gjatë endoskopisë. Nuk e di nëse ju është ofrua apo jo ajo formë e nënshkrimit. E dyta, mjeku, domethënë, mjeku është i obligum që nëse sheh diçka patologjike në zor, nëse sheh ndonjë inflamacion që është më i shprehur, nëse sheh ndonjë formacion polipoid, nëse sheh ndonjë formacion në formë të lule lakrës që mund na imponojë për ndonjë tumor apo diçka, duhet marr biopsi. Për arsye se llogaritën tash për shembull ka hyrë një mjek edhe nuk ka marr biopsi. Ti nesër mas nesër për shkak gjendjes së rënduar ki më shku te mjeku i tjetër, edhe ai ka më marr biopsi, fjala por e atij mjeku ndoshta mund të jetë qysh s'ka marr biopsi ai herën e parë. Prandaj duhet të llogarisin se edhe këtu ekzistojnë, domethënë ato gjëra të cilat mund të jenë si kontroverse. Mirë po, është shumë më rëndësi që mjeku nëse e sheh të arsyeshme, unë kam pak edhe një përvojë edhe prej Zvicrës, ku kom punu atje dikon, domethënë kajt me banja një muj ditë, kom qenë edhe në stazh edhe kom pa. Unë jam çudit kur ata kanë marrë biopsi edhe prej mukozës krejtësisht të shëndosh. Domethënë, mirë po pacientit e ta është në gjendje të premedikacioni, domethënë është i qetësuar nga premedikacioni, nga anestezioni, edhe ata marrin biopsi, për arsye se elementet klinike i kanë, ka barkëqitje, ka këto, ka ato, edhe mjeku e merr biopsin, domethënë në ato vende ku pret që mundet me pas diçka në aspektin mikroskopik. Prandaj po them, aty vetëm duhet domethënë që të kemi etikë profesionale që nëse shohim të arsyeshme se biopsia është një lezion i cili shkaktohet, lezion i qëllimshëm që shkaktohet në zor, por që mrena një ditë, 2 bëhet epitelizimi, edhe domethënë mas një ditë, 2 kalojnë ato defektet shkaktuar në mukozë për shkak të biopsive. Po është më rëndësi për shkak që t'ju përmbahen edhe ushqimet, që t'ju përmbahen edhe barna. Nëse për shkak personi ka marrë biopsi, i është marrë biopsia personit, edhe ka përdorur ndonjë aspirin, ndonjë diklofen, ndonjë diçka, atëherë domethënë ai ka ngacmuar çat vatër, edhe prej asaj vate mund të ketë edhe gjakderdhje. Në anën tjetër, sa pacienti ka qenë mirë i përgatitur kur është marrë biopsia. Ato këtë që mund ndikojë për shkak një infekcion, përsa në disa raste duhet të mbulohet me antibiotik të tipit e metronidazoli, domethënë që të mos ketë ndonjë infekcion të zhvilluar aty. Doktor, ka edhe shumë pyetje, nuk e di, ndoshta mund të jetë pyetja e fundit që e kemi marrë për shkak të minutave, si dyshoj zonjës si urojmë shëndet, edhe uroj që edhe biopsia me dalë urojmë që biopsia t'ja skeroj gjendjen, ajo është më rëndësi dhe në bazë të asaj biopsie, pastaj edhe shkon trajtimi adekuat. Thot një tjetër doktor, sepse kemi shumë, thot përshëndetje, kam tiroidën Hashimoto dhe 4 vite që soar konsumoj qëmsht më likshtuar në këmbën, dina si e limuar, pastaj kam fryrje nervoz, fizike, gjithë shka është okej, po du me ditë edhe rastet kër nuk përdori qëmsht, unë dina e lodhër dhe e ploksh 2 minuta, 3 për para se të shkoj në banjo, pse më ndodhë kjo?
Ty tash janë ato çrregullime në kuadrët e smundjeve, domethënë autoimune, të cilët mund t'i kaplojnë atë sistemin digestiv. Prandaj këtu është e domosdoshme se mund të ketë edhe probleme funksionale në zor, por mund të ketë edhe probleme organike. Prandaj nëse ato edhe përkundër një trajtimi fillestar vazhdojnë, normal që duhet të bëhen ekzaminimet endoskopike të sipërme dhe të poshtme me marrjet e biopsive eventuale, nëse gjithmonë po flasim nëse është e arsyeshme. Po, doktor, faleminderit për kohën edhe faleminderit për gjitha këto informata edhe për këto përgjigje. Di që ka edhe shumë pyetje të tjera të cilat qytetarët vetë kanë dërgu shikuesit e emisionit sot. Megjithatë, do ta vazhdojmë edhe me pjesën tjetër dhe me skemën programore të Koavizionit. Faleminderit shumë edhe një herë. Ju falenderoj edhe juve se tema për diaret është temë jashtëzakonisht të gjanë, është e pamundur për një kohë kaq shkurtër të eksplorohen të gjitha gjëra, ndoshta edhe tipen këshilla praktike se si të veprohet në smundjet e ndryshme. Por po them, problemi kryesor është përcaktimi i shkakut, domethënë i etiologjisë, se trajtimi më i mirë në mjeksi është trajtimi etiologjik. E kemi gjetë shkakun, e dimë edhe se si duhet me vepru. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve për ftesë.